Çfarë ndodh kur Papa vdes brenda qytetit Vatikanit? Papa Francesku ka ndëruar jetë dhe tani Vatikani është në nxitim. Gjithçka duhet koordinohet në mënyrë të përsosur, përndryshe gjërat mund të bëhen vërtet kaotike ose më keq. Vatikani ka shekuj përvojë dhe ka parë skenaret më të këqij. Kjo është arsyeja pse ka protokolle të sakta në vend, verifikimin e vdekjes së Papës, zhvendosjen e tij në Shën Pjetër, organizimin e konklavit deri në ditën dhe orën. Koha është thelbësore. Radha e parë e punës, para çdo gjëje tjetër, është të konfirmohet që Papa është në të vërtetë i vdekur. Zyrtarët e Vatikanit e bënë këtë konfirmim në dhomën ku ai vdiq, por tani kjo ndodh në faltoren e tij private. Atje, kardinali Camerlengo, prelati përgjegjës për pronën dhe të ardhurat e Selisë së Shenjtë, merr komandën e Vatikanit nga tani deri në zgjedhjen e një pape të ri. Nuk e di si t'ju falenderoj mjaftueshëm 100.000 zemra, 100.000 njerëz që kanë përzgjedhur të jenë pjesë e këtij udhëtimi. Kur e nisa këtë kanal, nuk e mendoja kurrë se do ta rinim këtu. Kam kaluar net pa gjumë, ditë plot pasion, momente ku doja të dorëzohesha. Por çdo koment, çdo pëlqim, çdo fjalë nga ju më ka dhënë forcë të vazhdoj. Ky kanal është më shumë se video. Është një histori që po e shkruajmë bashkë. Emocion, me kujtime, me dashuri.